Specialistë sektorit qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasit FZ 61 vjeç banues në Itali dhe të 35 vjeç banues në Korçë, pasi u kapën duke drejtuar automjetet e tyre në gjendje të dehur. Specialistë sektorit e hetimit të narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit HM 19 vjeç dhe GK 34 vjeç banues në Korçë, pasi gjatë kontrollit fizik të brenda i tyre ju gjetë dhe ju sekuestruan një sasi lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa. Shërbimet e policisë në Korçë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin GK 32 vjeç banues në Zëmblak, pasi dyshohet se ka cënuar vendimin e gjykatës të caktuar ndaj bashortes së tij. Specialistë e hetimit të krimeve në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit në Korçë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin RA 43 vjeç banues në Tiranë dhe KA 61 vjeç banues në Bilisht, pasi dyshohet se dispononin leje qarkullimi të falsifikuar për trailer që të riheshin nga kamionët që ata drejtonin.